nderuar, doja për analogji t'ju përmendja një rast, po në Shqipëri, kryetari i Bashkisë së Tropojës ka qenë 11 muaj në arrest shtëpie, pra në një masë të përkohshme, që nuk është bashkia, nuk ka qenë në arrest bashkia, nuk ka qenë në zyrë, ka qenë në shtëpinë e vet. Dhe tani lind pyetja, janë të gjithë qytetarët e barabartë? Pse është ndryshe qytetari i Tiranës me qytetari të Tropojës? Dhe pse toleranca në Tropojë është 11 muaj, kurse në Tiranë është respektivisht 2 javë, 3 muaj dhe 7 muaj. Pra, këtu kemi një disbalancë totale. Ajo që di t'ju them është që sa herë që më shkërkuar kam qenë prezent, por insistoj në argumentin që dhash gjatë fjalës time. 2 gabime nuk prodhojnë më shumë drejtësi. Dhe për të gjithë ata që kanë argumentin po për qytetarët, patjetër, po s'pari kam unë një betim dhe një kontratë lidhur me qytetarët që duhet ta mbrojnë. Së dyti dhe për ata që po kandidojnë, po sikur nesër t'ia bëjnë Ogertës, Florit, Arlindit. Një masë sigurie, pra kaosi që mendojmë që kemi tani nuk është gjë hiç me kaosin nëse kjo do kthehet në një standard në të gjithë Shqipërinë, në kryetarët e bashkive. Kështu që kjo është një betejë që po bëhet për ata që do të vinë pas meje, kurdo qoftë. Faleminderit. Një saktësi në lidhje me pyetjen që u bën në gjyqtarët më parë, pyetjen e gjyqtarës Semini. Kur juve sekretari i Këshillit Bashkiak ju dërgoi 2 herë shpresa, të cilat përfundonin në të njëjtën mënyrë, që ju thoshte mund t'i paraqisni qëndrimin tuaj me shkrim. Ju nuk e paraqitët me shkrim se nuk kishit mundësi në ambientet e paradrejtimit, nuk e paraqitët me shkrim sepse menduat që procedura që ai ndoqi nuk ishte në përputhje me ligjin, apo nuk e paraqitët me shkrim sepse nuk kishit informacion për çfarë të jepin me shkrim. Nderuar zonë gjyqtarë, të treja bashkë. As nuk kisha informacion, as nuk kisha mundësi, as nuk dija për çfarë bëhet fjalë, dhe kur ky vendim as nuk kalon në këshill për të ftuar zyrtarisht si pjesëtar i këshillit. Pra siç thash janë 2 procedura. Thret veten kryetari fton këshillin, bën veten këshilli thret kryetari. Nuk më thret sekretari, është në punës administrative, ai duhet hedhur në vot, çuar dosja e informacionit, dhën koha e mjaftueshme, i thuash kryetarit të bashkisë, çfarë kesh observacione nesër, observacione për çfarë? Cili është relacioni, cili është vendimi, cilat janë akuzat? Domethënë si mund të mbrohem pa ditur për çfarë po më akuzoni. Kështu që përgjigjja e shkurtër është të treja bashkë. Faleminderit. Unë duhet ta pranoj që jam profan, e nderuar zonë kryetare në jurisprudencë, po përgjigjja e ndershme do ishte kjo. Kontrolloncët për shpirt do duhet isha në zyrë, jo në burg me delegim. Po për sa kohë që ligji dhe është e ligjshme delegimi i detyrës, Tiranës nuk i ka munguar as dhënia e ndërtimit, as pastrimi, as mbjellja, as eventet, kështu që për sa kohë që asnjë procedurë nuk është bllokuar për meje, kjo është për mua një mungesë me arsye. Një strukturë e shtetit më mban në Durrës, një strukturë e shtetit tjetër thotë se si në Tiranë. Kështu që unë besoj për të zgjidhur këtë kaos, edhe për të referuar raportit Veneci që pata mund t'i ta lexoj, i adreson të dyja. Duhet pasur shumë kujdes me masat e kryetarit të bashkimit, se nuk janë vetëm drejtat e individit, të cilat po shkelen, po dhe qytetarët. Po nga ana tjetër, super kujdes për largim, sepse kthehen në një precedent ku kjo kthehet pastaj në vend që tjetë një përjashtim nga rregullit. Dhe ju pyetët ku gjendem unë sot, në fakt gjendem në një absurditet. Jam në një roman të Kafkës për moment. Faleminderit. Po. Vetëm ishte të vogël. Edhe sot e kësaj dite, Bashkia e Tiranës në kryetar janë në detyrë nga kohë për të kryer detyrën e kryetarit të bashkisë, firmos me shkresat kryetari i bashkisë Erion Velie dhe munges me porosi zonja Kristani. Dhe për ta plotësuar e nderuar zonja kryetare, në fakt nuk më kanë njoftuar ata mua, kam njoftuar unë ata. Pasi e pash media. Dhe përgjigjja cinike, a thua se nuk dihet kush kryetari i bashkisë, po munde eja, po s'munde na çoni një letër, unë them që është fyse. Dhe cinizmi nuk është ndaj meje personalisht. Ky është një cinizëm ndaj ligjit dhe nga një person që në fakt s'është fare personi që duhet ta merrte këtë vendim. Do të votojnë në këshill. Do ftohet kryetari i bashkisë, siç u mblodhet këtu dhe vendoset për këtë. Kështu që në këtë sens kjo është përgjigjja shtëruese. Ajo që po synoj me pyetjen time është verifikimi i veprimeve që keni bërë ju. Jo verifikimi i procedurës së ndjekur nga organi. Pra, ju vini në dieni, ju keni avokat. Në paktën në prokurën që është paraqitur në gjykimin kushtetues, prokura daton që nga koha kur ka ndodhur arrestimi. Pra, është një prokurë që qëndron aty.
A bët ju ndonjë përpjekje përveç kërkesës për informacione drejtoria e bugjeve, ju apo avokatës, tash le të themi që përfaqësimi me avokat lejon prezencë, është një formë prezence. Pra jo vetë in person, në person, po me anë të përfaqësuesit. A janë bërë veprime të tjera nga përfaqësuesi apo nga ju për të kërkuar patjetër pjesëmarrjen tuaj, dua të verifikoj veprimet tuaja, përveç atë që juve sapo e përmendët. Po, nderuar kryetare, nga ana jonë edhe më përpara, për ngjarje të tjera, është bërë kërkesë edhe drejtorisë përgjithshme të bugjeve, edhe prokurorisë posaçme për një leje të veçantë për kryetarinë e bashkisë për arsye familjare. Një rast për fund ka qenë që unë ta them në shoqërinë i djalit të tij në klasë parë në parë shkollës. Nga ana e prokurorisë posaçme më bërë me dije që leja refuzohet, së bashku edhe nga drejtoria e përgjithshme e bugjeve, sepse nuk lejon raste të tilla, sepse ligji parashikon raste të lejohet një leje veçantë. Dhe për këtë arsye ne jemi drejtuar Këshillit Bashkiak të marrin pjesë, që vetë Këshilli Bashkiak, institucion shtetëror, të drejtohej prokurorisë posaçme dhe drejtorisë përgjithshme të bugjeve për lejimin e zotit Veliaj në lejen e Këshillit Bashkiak, sepse ne ishim të bindur që nëse nga zoti Veliaj do ndej kjo kërkesë, atëherë do të merrni të njëjtën përgjigje nga drejtoria e përgjithshme e bugjeve, mbas ligjit. Por pyetja ime në vazhdim është, çfarë ju pengon juve si avokat? Pra e kuptuam që ju thoni që në kuadër të parashikueshmërisë nuk mendonim që do kishim pasur sukses po të drejtohen drejtorisë bugjeve, pra po mundohem të manipuloj, të punoj me fjalët që juve thatë. Çfarë ju pengon juve, avokati me prokuror, për të qenë prezent, për të bërë, për parashtruar gjithë elementet që juve sapo i thatë këtu? Siç e tha nderuar kryetari, siç e tha zoti Veliaj, pra është ka qenë vetë ftesa e zoti Veliaj që paraqitet atje, dhe jo ftesa i ardhur nga Këshilli Bashkiak. Dhe në asnjë moment, pra përveç kohës së shkurtër që ishte në dispozicion, një ditë a 2 ditë, ne nuk mund të drejtoheshim drejtorisë përgjithshme të bugjeve vetë nga ne. Përse juve si përfaqësues, bazuar në prokurorën e cila pothuajse liston dhe shtron të gjitha veprimet procedurale, nuk shkuat dhe nuk u paraqitët në emër të zotit Veliaj duke parashikuar. Po, faleminderit se mendimin tim që nuk ishte një mbrojtje reale e një mandatit kushtetues të zotit Veliaj. Nëse zoti Veliaj do të ishte vetë i pranishëm për të shprehur të gjithë observacionet që thotë Këshilli Bashkiak dhe për të thënë pse nuk ka qenë prezant në kësaj kohe. Pra, për mendimin tim është një drejtë e tij kushtetuesit ta ushtronte në një mënyrë të drejtë për drejtë. Nëse shkonte një nga mbrojtësit, atëherë do ishte një proces sa për të thënë me gjuhë popullore përse për faqe që zoti Veliaj e zaroi të drejtën e gjykimit para Këshillit Bashkiak. Dhe përsëri për ta mbyllur këtë çështje. Në kuptimin ju ngritët pretendime në lidhje me veset e procedurës. Pra procedura thoni që ndoq nga Këshilli Bashkiak, përveç pjesës tjetër që patjetër mbetet një e drejtë, mënyra se si çdo kush nga ne mbron veten është një gjë pothuaj origjinale. Por në kuptimin e veseve të procedurës, nuk e kishte të mundur avokati ta bënte këtë gjë? Pretendimet lidhen me procesin, me procedurën. Po që në fillim të këtij procesi dhe në momentin e vënë në dieni, pra ky proces fillon dhe thirrja mbledhje e Këshillit Bashkiak, pasi vënë dieni fillon në vijim të mbledhjes së asamblesë së Partisë Socialiste. Pra në këtë pjesë ky proces është pothuajse tërësisht politik. Ashtu si është argumentimi tashmë që kemi vënë dieni të relacionit të Këshillit Bashkiak dhe më mirë se zoti Veliaj në një proces politik kryetari i Bashkisë së Tiranës nuk do të bënte dot sepse nuk kemi proces ligjor në këtë moment. Nga vendimi i Këshillit Bashkiak është një vendim tërësisht politik. Ashtu dhe relacioni përkatës. Faleminderit. Pyetja e fundit që kanë, po. Nderuar, unë do ta shikoja në këtë këndvështrim. Nuk rezulton në një procedurë të iniciuar nga Këshilli Bashkiak. Asnjë veprim ligjor që i përkiste në një procedurë që ta kryente zoti Veliaj dhe avokatët e tij dhe zoti Veliaj nuk e ka kryer. Pra një detyrim brenda kësaj procedure. Gjëra ekstra që avokatët mund të bëjnë, shkresa, prezenca, kanë gjitha ekstra, por nuk janë pjesë e procedurës se si duhet të vazhdojë procedura. Detyrime procedurale. Detyrimet procedurale, në moment që inicion Këshilli Bashkiak, procedurën i ka Këshilli Bashkiak. Njësoj si gjykata kushtetuese, se tani po flasim për prezencën, njohjen e aktet, drejtën për të parashtuar pretendimet, kontradiktorialitetin, gjitha këto. Pra, në këtë mënyrë siç veproi gjykata kushtetuese, që inicion
procesin dhe e kontrollon gjithë procedurën, do t'i vë në procedurën iniciuar nga Këshilli Bashkiak, nuk ka pasur një detyrë që të ka ushtruar. Mirë, faleminderit. Një pyetje tjetër në lidhje me procesin. Juve e kontestuat çështjen e votimit të fshehtë si një nga elementët për cilët thoni votimi ka qenë i pavlefshëm, pak më shumë e kuptuam nga mënyra se si e paraqitet. Pse legjitimojeni ju për ta kërkuar këtë gjë kur e drejta për votim, për mënyrën se si voton, është një e drejtë që mbartet nga votuesi? Thjesht koncepti i legjitimimit tuaj për këtë pjesë të kërkimit. Po, mendojmë që jo më kot në një 58 i rregullores e ka përcaktuar që kur flasim për akte administrative individuale, siç është rasti i shkarkimit, votimi duhet të jetë i fshehtë dhe këtë e ndan me procedurë me një votim paraprak vetë Këshilli Bashkiak. Dhe ne konsiderojmë në kuadër të ligjshmërisë të procesit. Pra, është një procedurë që duhet plotësuar gjatë këtij procesi. Një mundësi që duhet dhënë Këshilli Bashkiak të vendosë vetë paraprak se si do votojë. Pra, në kuadër të ligjshmërisë.